Margarita është një vajzë që e ka bërë volejbolin pjesë të shpirtit të saj. Dashuria për këtë sport nuk e ka ndalur asnjëherë, edhe kur studimet kërkonin gjithë vëmendjen e saj. Trajneri i saj, i cili më parë kishte qenë mësuesi Margaritës në shkollën fillore, u bë shkas për të. Ai vuri re talentin që kishte ajo dhe frymëzoi të ndiqte ëndrrën e saj. Fillimisht unë nuk e mirë masi sportive përveç volejbollit krejt jetën tam. Me influenca me madhe kon trajneri. Trajnerin tam e kom pas edhe arsimtar në shkollën fillore në lanë edukatës fizike, edhe krejt ka qenë spontanisht, u kon një det ku trajneri u ardhe dhe veç më ka pyet Margarita, po do më ardhë me janis më shtru volejbol. Edhe më thonë, okej, provoj një det 2 një javë që së më shkojnë penali. Edhe pria asaj dite jam bo 9 vjetë që unë jam rregullisht pjesë e volejbollit. Nuk ka gjë që e ndalon Margaritën të gjej kohë për studimet, punën dhe sportin. Jo, për momentin jam në studime, jam fakultet. Unë e menoj që kur e dën një sen, gjenë kohë për krejt, kështu që kam arrit me balancuar edhe fakultetin edhe punën edhe sportin. Çdo lëndim e bëri të mendonte 2 herë mbi rrugën e saj sportive. Unë prej kur e kom nis volejbollin e kom ditë që volejbollin nuk e kam vetë si hobi, është pasion, është një sport që e du me zamër, edhe po ka pas momente në karrierën tam kur kom dyshu që unë dona mu largu prej fushës. Kanë qenë 2 lëndimet e mia, cilat 2 gjëjt i kam të perum, edhe që të jonë konë ato 2 ramjet e mia, po që mendimin e trajnerit qikave familjarve e kom marrë vetën shumë shpejt edhe u kyqa të kone i përgas. Familjen e kam supportin më të madh, edhe nëse si shinkon ato nuk sham rrit direkt ku jam sot. Si nxënëse, gjithçka dukej e thjesht, por si profesioniste gjërat nuk dolën aq lehtë sa kishte imagjinuar. Nuk ka dalë kështu kom menu, kom prit që kena marrë me lujt, me kryloje, me shku në shpe, po sporti është një stan që asnjëherë nuk e din çfarë sfide po të pret, çfarë loje po të pret, çfarë dite po të pret, kështu që gjithçka është e papritun edhe unë jam shumë e kënaqur që jam pjesë e volejbollit, edhe nuk e kisha paramendu vetëm në ai sport tjetër. Ajo tregon hapur për sakrificat e këtij sporti. Sfida ka në çdo sport, po besoj edhe sfida ka të ndryshme, ama sfidat më të mëdha të një sportistit janë lëndimet. Kështu që për me evitu lëndimet do të më ushtru shumë fizikisht, më konë në formë mirë fizikisht, mundëzej mirë para se me fillu lojat ose stërvitjet, edhe gjithashtu me pas gjumin edhe ushqimin shumë mirë. Jo, nuk menej që vlerësot mjaftu shumë volejboll në Kosovë, menej që do të më vlerësu shumë ma shumë si sport. Fatkeqësisht nuk vlerësot sa duhet, po përshpesoj që në tardhmen ka më bo volejbolli ma të shosh futbolli dhe basketi në Kosovë. Margarita tregon se si duket një ditë nga jeta e saj. Një ditë e jam ja qona mëngjes, bona gati për punë, shkojmë punë, i këshyri oraret e provimeve ku i kam zakonisht sepse ligjëratat nuk mujnë me viju për shkak punës, edhe mas punës të në shpe, pushoj pak, mos të arrujna që ha dhe bukën edhe që kam regjimin e ushqimit gjatë ditës, edhe më të spres më ardhë ku apër marrë volejboll në shtrime. Margarita nda një përvojë të veçantë që nuk do të harroj kur. E kena pas vitin e kaluar, e kena pas sfidën ku kena pas me hyrë në Superligën B, edhe ka qenë një sfidë që jena mundu me bo të realizueshme pavarësisht lëndimeve ose çikave ose problemeve që kena mujt me pas. Loja ku mund ka janë 2 loja faktikisht që një kam kështu shumë highlight të njët, është një ndër loja me Gjakovën me vllaznimin, ku në që atë kom pësu lëndimin e dytë, edhe prej natit që me fitu, nuk i kom tregu trajnerit heq që jem lëndu dhe kena vazhdu me lujt, edhe pse qatë loje kena hup, edhe mas asoj loje kena pas edhe 2 shansa tjera për me një në Superligën B. Fatkeqësisht në qato 2 lojat e fundit unë nuk mujt me kom pjesë në fush për me kontribu, por jem mundu me kontribu sa do pak jashtë fushës, mi motivu qikat, edhe mi përkron çfarë lloj forme që këto kam pas nevojë. Edhe ndeshja me Malishevën që kena pas ndeshjen e fundit për me hyrë në Superligën B, ka qenë magjike, edhe pse jem kom pjesë e fushës, ma shumë ke emocione si shikuesi sa kur lun. Pasioni i saj nuk ndalet vetëm te loja. Margarita është gjithashtu trajnere e grup moshave të vogla, duke ndarë me gjeneratat e reja, dashurinë dhe teknikat e volejbollit. Unë jam shumë privilegjuar që mas pare kam deri me ushtru qikat e vogla dhe me shpreh që ato që unë e di të qikat e vogla. Edhe është një nder shumë i madh me pa qikat e vogla që pi marrin hapat e tua dhe po ngojnë çka ti pi u mëson për të ardhmen edhe për çush ato mu bo më të mira. Që kjo është nuk e çuj këto lodhen e këto e bëj me shumë qef. Edhe për krejt qika që e kanë një fazë që mendojnë që
dorëzohet ose dojnë me lonë ose çfarë po di, veç me di që ka ditë të shëndetshme përpara, edhe nuk do të më dorëzoj se krejt ka unë po mirë. Ajo ëndron që një ditë të përfaqësoj talentin e saj jashtë Kosovës. Ëndra më e madhe është me dalë jashtë, me lujt jashtë për shtetet e jashtme si Turqia, Italia, çto janë synimet për tash të shohim çfarë na vjen e ardhmja. Sot Margarita vazhdon të kombinoj përkushtimin ndaj sportit dhe edukimit, duke u bërë shembull i pasionit, disiplinës dhe frymëzimit për të tjerët.